بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut, atë e falenderojmë dhe prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. I kërkojmë mbrojtje Allahut prej sherrit të veteve tona dhe prej të këqijave të punëve tona. Atë që e udhëzon Allahu s'ka kush e humb dhe atë që e devijon Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, të vetëm e të pashoq, dhe dëshmoj se Muhamedi është robi dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. O besimtar, thot Allahu i lartësuar, o ju besimtar, keni frikë Allahun, ashtu si i takon atij, dhe mos disni ndryshe veç se duke qenë musliman. Dhe thot Allahu i lartësuar pra sura Ali Imran, ajetin 102, dhe thot Allahu i lartësuar, o ju njerëz, friksojuni Zotit tuaj, i cili ju krijoi juve pra prej një njeriu, prej një vetje të vetme, ndërsa prej atij krijoi bashkëshorten e tij, kurse prej këtyre të dyve krijoi shumë meshkuj e femrave, dhe friksojuni Allahut me emrin e të cilit ju kërkoni të drejtat e ndërsjellta dhe ruani lidhjet farefisnore, se vërtet Allahu është përherë mbikëqyrës mbi ju. Dhe thot Allahu i lartësuar, o ju besimtar, friksojuni Allahut dhe thoni vetëm të vërtetën, ai do t'ju përmirësoj veprat tuaja dhe do t'u falë gjunahet. Kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam, do të arrijë një fitore madhështore. Do lexojmë sot inshallah me rastin e afrimit të muajit Ramazanit një këshill të përmbledhur nga Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, Allahu mëshiroft, i cili thot Bismillahirrahmanirrahim, thot nga Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, për çdo këtë që e sheh këtë shkrim për muslimanëve. Allahu më zoft mua dhe ata në rrugën e njerëzve të imanit, si dhe më dhan sukses mua dhe atyre për kuptimin e sunetit dhe Kuranit, thot. Amin. Pastaj thot selamun aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Dhe më pas thot kjo është një këshill e shkurtër për vlerën e agjerimit të Ramazanit dhe faljen e teravive, si dhe për vlerën e garimit në punë të mira gjatë këtij muaji, duke sqaruar disa norma të rëndësishme të cilat mund të jenë të panjohura për disa njerëz. Është vërtetuar nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam se ai i përgëzonte shokët e tij me ardhjen e Ramazanit. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgëzonte shokët e tij me ardhjen e muajit Ramazanit. Ai sallallahu alaihi wasallam u tregonte atyre se në këtë muaj hapen dyert e mëshirës dhe dyert e xhenetit. Pra hapen dyert e mëshirës dhe dyert e xhenetit, në këtë muaj mbyllen dyert e xhehenemit dhe mbyllen shejtanët. Në këtë muaj mbyllen dyert e xhehenemit dhe mbyllen shejtanët. Ai sallallahu alaihi wasallam gjithashtu thoshte, kur vjen nata e parë e Ramazanit, hapen dyert e xhenetit dhe asnjë nga dyert e tij nuk mbyllet, pra nuk mbetet e mbyllur asnjë derë. Atë natë mbyllen dyert e xhehenemit dhe asnjë nga dyert e tij nuk hapet. Asnjë derë pra nuk mbetet e hapur, por se të gjitha janë të mbyllura. Atë natë prangosen shejtanët, atë natë një thirrës thret. O ti që synon hajrin, që synon të mirat, përpiqu thot për vepra të mira, dhe o ti që synon sherrin, ndalu, përmbahu, pra lere sherrin. Dhe Allahu çdo natë do t'i liroj disa robër prej zjarrit. Allahu subhanahu wa taala për çdo natë të Ramazanit, domethënë, do t'i liroj thot disa robër prej zjarrit. Këtu ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se prangosen shejtanët. Domethënë ata prangosen, mi pa ata kanë mundësi prap, edhe pse prangosen sipas një fjale, kanë mundësi
që t'i shtyn njerëzit për vepra të këqija, sepse nuk thot që vdesin shejtan, por se prangosen. Ai prangosur ka mundësi që ta shtyjë dikë për vepra të këqija. Ndërsa një fjalë tjetër është që prangosen vetëm ata, domethënë të mëdhenjtë e tyre. Një fjalë tjetër thotë Sheikh Themini, Allahu më shëroft, është që prangosen vetëm ata të mëdhenjtë e tyre. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju erdhi Ramazani, muaj në të cilin Allahu ju mbulon me bereqet, e zbret mëshirën, i fshin gjunahet, e pranon duan, dhe Allahu sheh garimin tuaj për vepra të mira në këtë muaj, dhe krenohet me ju para me laikeve. Kështu që punoni vepra të mira për Allahun, sepse i mirë është ai person që privohet nga mëshira e Allahut në këtë muaj. Pra, i mirë edhe i dështuar është ai person i cili privohet nga mëshira e Allahut në këtë muaj. Dhe ai sallallahu alaihi wasallam thot: kush agjeron Ramazanin me iman, pra duke besuar shtyllat e imanit, edhe duke shpresuar shpërblim për atë që bën, pra nuk agjeron me ria apo që ta lavdrojnë të tjerë, domethënë, nuk motivohet nga diçka e kësaj bote, por se shpreson shpërblim tek Allahu i lartësuar për atë që bën. Atij do t'i falen gjunahet e mëparshme. Dhe kush e fal namazin e natës në Ramazan me iman dhe duke shpresuar shpërblimin, atij do t'i falen gjunahet e mëparshme. Dhe kush e fal namazin e natës në natën e Kadrit me iman dhe duke llogaritur shpërblim, pra shpreson tek Allahu i lartësuar që ta shpërbrej për veprën që ai bën, atij do t'i falen gjunahet e mëparshme, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jalla thot, pra hadith qudsi, thot Allahu azza wa jalla, çdo punë e birit të Ademit i përket atij. Pra i përket birit të Ademit. Thot, domethënë, nëse robi i ka hyrë në hak dikujt, ai ja merr hakun duke i marrë nga veprat e mira ditën e gjykimit, përveç agjerimit, sepse nga agjerimi nuk mund të marrë asgjë. Domethënë krijesat ditën e gjykimit që dikush ju ka bërë padrejtësi atyre, nuk mund t'i marrin domethënë nga Ramazani, por se i marrin nga veprat e tjera të mira. E mira shpërblehet nga 10 deri në 700 fish, përveç agjerimit. Agjerimi është për mua dhe unë shpërblej për te. Se agjerimi është i fshet. Robi mundet domethënë kur bën një vepër tjetër të mirë, e shfaq atë se njerëzit e shikojnë, ndërsa për agjerimin nuk mund ta shikojë kush. Sa robi e bën atë të fshet, kur shkon në shtëpi ashtu, nuk ka njëri tjetër aty, veç është vetëm, as nuk han, as nuk pin, e kështu domethënë është kjo mes ti dhe Zotit ti. Pra agjerimi thot është për mua dhe unë shpërblej për të. Robi braktisit dëshirat, ushqimin dhe pijen e tij për mua, thot Allahu i lartësuar. Dhe për agjeruesin ka thot 2 gëzime. I pari kur e qel iftarin dhe gëzimi i dytë kur takon Zotin e tij. Dhe aroma e gojës së agjeruesit është më e mirë tek Allahu se sa aroma e miskut. Thot shehu Allahu më shëroft, hadithet që flasin për vlerën e agjerimit të Ramazanit dhe faljes së namazit të teravive gjatë këtij muaji, si dhe për vlerën e agjerimit, sunet pra nafil të pëlqyer janë të shumta. Prandaj besimtari duhet që ta shfrytëzojë këtë rast, pra që Allahu e begatoi besimtarin me arritjen e muajit të Ramazanit, edhe të nxitojë për kryerjen e veprave të mira dhe të ruhet nga haramet, të përpiqet duke përmbushur obligimet që ja ka obliguar Allahu, veçanërisht 5 namazet, sepse ato janë shtylla e Islamit dhe se ato janë obligimi më i madh pas 2 dëshmive. Prandaj është detyrë për çdo musliman dhe muslimane që të kujdeset për namazin dhe ta falë çdo namaz në kohën e vet me frikë, respekt dhe me qetësi. Më pas shehu Allah më shëroft thot prej gjerave, pra ka përmendur disa gjera që njerëzit ndoshta nuk i dinë ato, prej gjerave që janë të panjohura tek disa njerëz thot, është se muslimani obligohet që të agjerojë duke besuar dhe duke shpresuar shpërblim për agjerimin e tij, jo për syje faqe apo për të dukur se të tjerë, por se mos domethënë të agjerojë me sinqeritet për Allahun e lartësuar dhe jo
për të dukur të njerëzit, pra jo me ria. Prej tyre gjithashtu është që nëse agjeruesi plagoset, pra dëmtohet, plagoset diku në trup, apo i rrjedh gjak nga hundët, apo vjell thot, apo i shkon ujë ose benzina në fyt thot, pa dëshirën e tij, pra pa qëllim, pa dëshirën e tij, nuk i shkon qëllimisht. Thot të gjitha këto nuk e prishin thot agjerimin. Të gjitha këto thot nuk e prishin agjerimin. Ama nëse ai vjell me qëllim, atëherë e prish agjerimin. Nëse ai vjell me qëllim fut gishtat, për shembull, ose stimulon vjellin, atëherë thot ai e prish agjerimin me këtë vepër që bën. Prej gjërave që nuk e prishin agjerimin, gjithashtu është edhe marrja e gjakut për analiza, thot sheku. Pa dikush ka nevojë që të bëj analizat, natën nuk mundet, domethënë se ato spitalet mund të mbyllen e kështu, edhe shkon e bën ditën kur është agjerueshëm. Pra prej gjërave që nuk e prishin agjerimin është edhe marrja e gjakut për analiza apo berja e gjilperave që nuk janë ushqyese. Nuk ka për qëllim domethënë ta ushqejë trupin me ato gjilpera. Ama vonimi i këtyre thot deri pas çeljes së iftarit është më e mirë, pra më e sigurt. Nëse ka mundësi robi që t'i vonoj domethënë këto gjëra deri pas çeljes iftarit, atëherë kjo është më e mirë për të. Është më e sigurt domethënë për agjerimin e tij. Me kaq përfundoi këshilla e përmbledhur e shehut, Allah mëshiroft. Tani nëse keni mundësi apo duroni pak më shumë, t'ju lexoj një tjetër domethënë që flet për agimin e vërtet nga Sheikh Muhammed Taqiyuddin el-Hilali. Allah mëshiroft.